Në Kosovë, Bashkësia Islame bëri thirrje për të kundërshtuar grupet radikale, duke thënë se feja islame nuk ka asgjë të përbashkët me luftrat që zhvillohen në emër të saj. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Leonat Shehu. Me thirrjet për paqe, tolerancë, mira, besimtar falen nëpër xhamitë e Kosovës Fitër Bajramin, që shënon edhe përfundimin e muajit të Ramazanit. Në ceremoninë qendrore me rastin e Fitër Bajramit, kryetari i Bashkisë Islame të Kosovës, Muftiu Naim Tërnava, tha se Islami nëpërmjet agjërimit i ka çliruar besimtarët nga veset e këqija, duke u udhëzuar për respekt ndaj njëri tjetrit. Ai tha se Islami është besimi i paqes e respektit të ndërsjellë midis njerëzve e besimeve dhe është besimi i tolerancës dhe nuk pranon asgjë që është kundër këtyre parimeve. Islami është i pastër nga të gjitha këto akte të cilat prodhojnë vetëm dhunën e pasurinë. Asgjë nuk ka feja islame të përbashkët me këto akte të dhunës, të cilat po ndodhen në shumë vende të botës. Luftrat e shumta të pakuptimta të cilat sot po zhvillohen në emër të fesë, të cilat po sjellin vetëm pasiguri, vrasje, terror, masakra, dhunime, nuk kanë asgjë të përbashkët me porositë hyjnore të Madhit Zot. Të gjitha këto janë krime të cilat nuk përkojnë me natyrën e të qenit njeri, por megjithatë ndodhin nga vetë njeriu i çfarëdo besimi qoftë ai. Muftiu Tërnava bëri thirrje për angazhimin e të gjithëve për luftimin e çdo përpjekjeje të grupeve radikale që të veprojnë në Kosovë. Duhet edhe ne të ngrisim zërin e arsyes të gjithë ne, se nuk do të tolerojmë me asnjë çmim destabilizimin e vendit tonë përmes këtyre akteve në emër të fesë. Unë ftoj edhe me këtë rast të gjithë imamët, të gjithë popullin, që të jemi sinqertë dhe të mos ju krijojmë hapësirë dhe mundësi grupeve ekstreme radikale të veprojnë në vendin tonë. Bashkia Islame me tërë forcën e saj do të luftojë çdo lloj ekstremizmi e radikalizmi, i çfarëdo ngjyre qoftë ai i cili shkon në dëm të shtetit tonë, të sigurisë të vendit tonë, të fesë tonë. Bashkia Islame është e përkushtuar që të mbrojë vlerat e Islamit dhe në raport me këtë nuk do të zbrapse, pavarësisht presionit që mund ta ketë nga çarçe të ndryshme. Bashkësinë Islame të Kosovës sot vizituan përfaqësues të institucioneve e partive politike si dhe udhëheqës të Kishës Katolike. I peshkri i Kosovës, Imzot Gjergji, shprehu dëshira që të gjithë ata që kanë agjëruar të kenë shpërblimin e Zotit. Sepse është një festë e cila na bashkon të gjithëve në agjërim, na bashkon të gjithëve përpara Zotit të gjithë pushtetshëm, i cili është Zoti i përbashkët, si për muslimanët, si për katolikët, sepse si ka thënë Papa Gjan Paul II, neve të gjithëve na nxjerrin i njëjti diell që ka krijuar Zoti, nuk mund të ndajmë të mirat që Zoti ja ka dhënë njerëzimit, edhe pse ne i ndajmë festat, ne nuk ndajmë dashurinë për njëri tjetrin. Këndaj uroj të gjithë shqiptarëve kudo që janë, edhe që festojnë sot, një ditë paqe, dashurie, mirëkuptimi, gëzimin me xhirit familjar. Edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës përgëzuan sot besimtarët me rastin e ditës së Bajramit, duke vënë theksin në vlerat dhe porositë e muajit të Ramazanit. Që këtë festë të shënojnë në paqe, në mirëkuptim, në dashuri me njëri tjetrin, në solidaritet dhe në mirëqenie. Kosova, shteti ynë, është dëshmuar që është një vend i paqes dhe i harmonisë fetare dhe kjo liri fetare është pjesë e pandashme të drejtave të njeriut. Uroj që në këtë ditë të shajt të kujtojmë dëshmorët e kombit, të kujtojmë heronjet, të kujtojmë sakrificën tonë dhe natyrisht gjithë kështu të bashkuar të marrim energji për të ardhmen për ndërtimin e shtetit tonë edhe më të fuqishëm. Është një mesazh joni që këtë ditë ta shfrytëzojmë, që ne të bëhemi bashkë, që ne të punojmë bashkë për të mirën e vendit edhe për të mirën e njerëzimit. Në përgëzimet e udhëheqësve politik nënvizohet se Kosova ka qenë gjithmonë një shembull i rrallë i bashkëjetesës, i tolerancës dhe i harmonisë në mes njerëzve të përkatësive të ndryshme etnike e fetare. Për Zërin e Amerikës, Leonat Shehu, Prishtinë.